Shumë, mirë se vjen. Faleminderit. Kënaqësi, shkumin Kajtazi, faleminderit shumë, mirë se vjen. Elena Uka, mirë se vjen. Kënaqësi, kohë gjatë pa të pas, ndërkohë që Sar flitet për Hagën, ti je e pashmangshme. Përshëndetje. Po e nis me ty direkt, Elena, edhe për shkak të distancës, po edhe për shkak të mbulimit që i ke bërë gjithë procesit tash 6 vjet. Po kjo që ka po ndodhë është, unë po e quaj një terror psikologjik ndaj popullit tonë, sepse data po shtyhet, kanë mund ta parashikojnë në maj, kur është shtyr herën e parë se vëllimi i dosjeve e materialeve ushtar me komplekse sa që na dhënte datën 16 shtator. Po kjo se si po bëhet na mon në angst, na mon në tension një popull tonë, ku e vërteta jonë mvaret se çfarë vendimi ata marrin. Unë i kuptoj gjyqtarët, i mirë kuptoj, sepse vështirë është, e komplekse është landa me ditë se kush e ka dha urdhrin me ja vjedh mzatin agimit, apo kush e ka dha urdhrin me ba se hire, e kështu me radhë, kështu me radhë. Këto gjana janë shumë komplekse për gjyqtarët ndërkombëtar me gjetë vajtorin. A ka qenë Hashimi, a Rexhepi, a Jakupi, a Kadria. Kështu që kemi fillu me një gjykat ku flitet për krim kundër njerëzimit dhe kemi përfundu se kush e vjedhim mzatin e agimit. Kjo mo nuk është drejtësi, i kalu të gjitha ato imagjinatat më të erta për neve që kemi mund t'i parashikojmë se çka mundet më ndodhë. Për mua është jashtëzakonisht shqetësuese që ky poshtrim që shpona bëhet neve, është në sytë të tërë botës që na ka ndihmuar neve dhe po lejohet në këtë formë kaq brutalisht me na terrorizu neve psikologjikisht, krejt mënyrë kolektive. E qartë, Elena, për ovoljo që ka pa një reagim tuaj në fakt si organizat, edhe nuk është se spritej, pra këshit parashikuar që gjithë që mund të ketë një shtyri tjetër, asa parashinin afatit ligjore. Po t'ju them të drejtën, neve tani jemi mësuar me shtyrje dhe me stërzgjatje të këtij procesi, ma tepër politik se sa gjyqësor, prandaj nga ajo gjykatë është gjithçka e pritshme. Ne i kuptojmë volumin e dokumenteve të cilat i kam pranuar dhe pas përfundimit të gjitha procedurave, dhe sigurisht do të procedohen edhe ato të trupi gjykues. Do të procedohen, thani jo? Nuk do të lërë shajnë raporti i Britanisë së Madhe që me gjitha të pati një far jehonët saj? Po ju e dini që këta nuk jepin llogari as kujt, as themelusit të kësaj gjykate Parlamentit Kosovës, prandaj edhe për ata odën avokatëve të Anglisë dhe Walesit, unë jam i bindur se atyre nuk ja vlen hiç, sepse ata të gjitha instancat gjyqësore tani më i kanë vetat, të fillu prej gjykatës themelore deri te gjykata supreme e gjykata kushtetuese, si dhe avokati i popullit. Ju e dini edhe reagimin e avokatit popullit nuk e kanë marrë parasysh, duke thënë se ne kemi avokatin e popullit. Por, zotë Sopi, kur po thoni nga kjo gjykat gjithçka është e pritur, në çka po aludoni? Çka po druani që mund të ketë një dënim? Mendoj për arsyetimin e tyre, sepse nuk kanë prova materiale për akuzat që janë ngritur, prandaj i bishnojnë dhe i shtyjnë e stërzgjatin këtë proces duke na lodhur gjithëve, dhe në fund jam i bindur se vendimi do të jetë liru, sepse nuk kanë argumente bazë të cilave do të shpallën fajtor krerët të ushtrisë qendrore të Kosovës, pse kanë luftuar për liri. E qartë, dhe zotri Kajtazi së fundi është bërë ditur se janë refuzuar disa kërkesa të mbrojtjes së katërës së madhe dhe janë aprovuar të prokurorisë, për me dhënë më shumë kontekst, më dhënë pak më shumë informacion. Mbrojtja kishte kërkuar që disa prova dhe pretendime të prokurorisë të mos merren parasysh ose të hidhen poshtë duke argumentuar se nuk ishin të pranueshme ose nuk mbështeteshin në prova të mjaftueshme. Kjo kërkesë e mbrojtjes është refuzuar, ndërsa këto prova sipas kërkesës së prokurorisë janë pranuar si pjesë e procesit gjyqësor. Kjo ka ardhur rishtaze. Deshta fillimisht veç me thonë një gjë që me 5 nëntor bëhen 6 vjet që kur Hashim Thaçi është arrestuar dhe dita kur
pritët seansa, i bjen... Ka përshtypjen që duhet lëvizje për shkak të problemeve tua me mikrofonin, Shkumben, vetëm pas pak ta rregullojmë. Zonja Uka, të njëjtën pyetje zonja Uka. Pra, kërkesat e mbrojtjes refuzohen përderisa të njëjtat kërkesat të prokurorisë aprovohen që të jenë si pjesë e këtij procesi, krejt kjo vjen në një moment kur na shtyhet edhe data. Çfarë do thonë këto dy gjëra për ju? Po, ne kemi pasë, ka pasur edhe prova shvajsuse që prokuroria qëllimisht i ka mojtur të fshehta prej mbrojtjes. Të kujtohet Kroni kur Kiho i thëtë, i drejtohet trupit gjykus, se para se të shkoj në gjykim, se ka prova shvajsuse që këta qëllimisht i kanë mojt. Dhe po e nxjerrin një paralele, sepse çdo kërkesë tash e këtyre mbrojtjes që është bën raport me këto materiale që erdhen pasi që u pranuan, pasi që ishte caktuar data përfundimtare që më nuk pranojnë materiale, ata e kanë ndërtu ato me aq sa e kuptova on, se nuk munden me qenë prova, argumente ose dëshmi që e mbështesin ndërmarrje përbashkët kriminale, krim kundër njerëzimit, se është marrë tregim, sikur tregim dëmek se çka më ke tregu ti mua Kroni, dhe unë pastaj me dëshmu se çka ti mua më ke treguar. Pak a shumë kjo ka qenë dhe nuk është pranu. Do më thonë prej 44 kërkesave asnjë s'është pranu, 3 kërkesa i ka pas prokuroria, ato të gjitha janë pranu. Dhe kështu e përshkruan Misetiçi pak a shumë. Dëgjojmë. Nga ju zotëri Sopi realisht se si është e mundur që kemi zgjatje, e tej zgjatje, si që tha dhe zotëri Kajtazi paraprakisht, këtu po bën 6 vite përderisa ligjit e Kosovës paraburgimin e njohim sikur deri 5 vite, jo deri, po deri në 5 vite e njohim paraburgimin. Tash ka kaluar viti i 5, si ka mundësi që ndodh kjo, në kuadër të çfarë arsyetimi bojnë këtë çështje pra vazhdimin e mbajtjes, normalisht, në kuadër çfarë ligjin, fakt se për arsyetime nuk kena qysh me folë kur e dina ligjin. Po e thash edhe më herët se ata nuk japin llogari askujt dhe nuk bazohen në asnjë ligj eventual të Republikës Kosovës ose të ish Jugosllavisë, siç pretendojnë ata. Prandaj të gjitha ato... Si ka mundësi që të vazhdoj kjo nëse kjo gjykatë është ngritur në bazë të këtyre ligjeve? Po e thash, ata nuk i japin llogari askujt, kur i kanë dhënë llogari për shembull parlamentit. Kush do të kërkojnë të llogari nga ata, mos ka mundësi që na si shtet e kena neglizhu katërshën e madhe në çit detaj pra të llogaridhënies. Kujna do të jap të llogari. Po gjithsesi se ne si organizata e veteranëve të luftës kemi kërkuar nga shteti ynë që të formojë një ekip ose një trup e cila do të kërkonte llogari nga kjo gjykatë ose të raportonte të paktën një herë në vit ose në 6 muaj për ecurinë e procesit në Parlamentin e Kosovës si themelues i kësaj gjykate. Mirë po, ajo ka hasur në vesh të shurdhër, ose nuk ka dash gjykata speciale të dëgjoj për këtë. Gjykata speciale apo shteti i Kosovës? Shteti i Kosovës pastaj edhe as gjykata speciale. Pra, gjykata speciale si ka marrë parasysh këto kërkesa, me qenë se nuk ka marrë në rrugë shtetërore. Jo. Okej, qartë. Ne kemi bërë kërkesë që edhe në kuadër të Bashkisë Ndërkombëtare kemi lobu te shtetet mike, të cilat kanë ambasada në Kosovë, ne kemi lobu që të kërkojmë një... A kanë qenë vonë këto hapa, Sopi? A kanë qenë të vëndshëm këto hapa? Sepse kemi parë që janë intensifiku në fakt veprimet e OVLUÇK-s, por a kanë qenë vonë këto? Ne vazhdimisht kemi shku. Prej se jemi në këtë pozitë që një vit e gjys... Po, një vit e gjys, pikrisht për këtë për thëmë, a është vonë? Mund t'jetë vonë, por ma mirë vonë se korë, sepse ne vazhdimisht si organizat kemi reagu. Ju e dinit që krerët e organizatës veteranëve të luftës kanë qenë për këtë punë të burgosur. Kanë bajtur nga 3-4 vite burg, kryetari dhe nën kryetari saj. Prandaj, ne gjithmonë kemi qenë zëshëm dhe gjithmonë jemi marrë me këtë çështje. Mirë po, edhe nga shtetet mike kemi kërkuar që të ndikojnë nga ambasadat e shteteve mike, kemi kërkuar që të ndikojnë të shtetet e tyre që si financuset kësaj gjykate, që të kërkojnë llogari nga kjo gjykatë, paktën të formohen një trup ndërkombëtare e cila merret me monitorimin apo me llogaridhënien nga kjo gjykatë për ecurinë e çështjes. Shkumben, uroj që jemi mirë në mikrofonin. Qysh kesh duke thonë,
në ditën kur është seansa i bjen më pak se sa 2 muaj që të bëhen 6 vite që kur krerët e UÇK-s janë të paraburgosur në Hog, dhe për bindjen tem këta thjesht, edhe nëse ka vendim lirues, vetë se janë të dënuar, pasi janë 6 vite të jetës të mbajtur kaq pa drejtësisht, kaq pa bazë dhe kaq me, si me thonë, në aspekt juridik, janë disa fluskat të cilat kur s'kan mujt me u shëndru në fakte, çka janë për drejtësin janë të nevojshme. Ba atë që kam pyte ma herët Kroni, pse mbrojtjes ju kanë refuzu shpesher prova materiale, ndërkohë që edhe pas afateve ju kanë pranu organit të ndjekjes për bindjen tem, kjo nuk është befasi, për shkak se jenë pranu dhe provat të cilat është konfirmuar dhe është thënë se janë marrë nga organet shtetërore të Serbisë, dhe më thonë organet që edhe i kanë fabriku, kanë ujtë mi fabriku ato. Pa e diskutuat gjë, dije që janë, si me thonë, organet të cilat janë qenë pjesë e luftës. Dhe natyrisht, asgjë të paanshme nuk mund të ketë aty. Sa më të besueshme këto prova, zotri Kajtazi, kur ne kemi një deklaratë të rishtazi bë publike e Slobodan Milošević, i cili thotë se pak a shumë diçka e tillë shprehjet kriminal të UÇK-s me në krye Hashim Thaçi, na shkaktojnë probleme dhe dita kur Hashim Thaçi është i vdekur do të vijë shumë shpejt. Pra, si ka mundësi që ti fabrikon i merr provat e një shteti i cili do të vdekur një person e që mund t'i ketë fabrikuar duke marrë parasysh sekret arkivat e Kosovës i kanë pas ata. Përveç deklarata, përdor sot në një proces tillë. Pikërisht këtë gjë thash. Përveç deklarata të tilla që janë edhe politike dhe që janë bën nga politikantë, Hashim Thaçi ka qenë edhe i dënuar. Absolutisht. Dhe natyrisht për të ruajtur qoftë dozën minimale të paanësisë, është dashur që të mos e konsideroj të marr asnjë provë që vjen nga Serbia. Madje as njerëzve të thjeshtë që vinë nga andej. Dhe nëse ka një vendim dënues mbi këto prova, shkumben? Unë besoj shumë që nuk do të ketë. Pse po them këtë gjë? Po them për shkak se janë disa argumente që thon këtë gjë. Kam dëgjuar shqyrtimin kryesor që është një prej pjesëve më të rëndësishme, po sidomos fjala përfundimtare e ka tregu banalitetin mbi të cilin ka vazhduar procesi në Hag. Sepse pse ka ndodhur kjo gjë, është një argument i thjeshtë. Kjo gjykatë speciale nuk do të ekzistonte, as do të themelohej po të mos përmendej shtëpia Verdh. Dhe kur ajo absolutisht ka dalë në fillim, ka dalë që është flus koti dhe akuzë aq e pa bazë, saqë s'kan mundur as ta diskutojnë as, si më thon, kështu, pa asnjë argument. Domethënë as aty s'kan mujt me mrit. Dhe kjo gjykatë speciale, edhe me prokurorisë u ka rënë gjithë rrëfimin. Dhe rrëfimi që është dashur ta ndërtojnë ata, më pas ka qenë, si më thon, ndërmarrje përbashkët kriminale. Diçka që në esencë të raportit që të cilit ka derivu gjykata speciale, as ka qenë tim. Dhe tani, pse është shtyr vendimi? Cilat janë prapa vjet e kësaj? Ka diçka që po fshehet apo në kuptimin ligjore kanë afate dhe duhet ta shfrytëzojnë? Qërë gjykata, vetë fakti që krejt proceset dhe më thonë bëhen para gjykatës, i bjen që gjyqtarët i trajtojnë se cilën provë në kohë reale, dhe duhet ta bënin, sepse për atë bëhet procesi. Jo mbrojtja gjithmonë, se mbrojtja si ka parë disa për provave fare, për shembull. Jo, po çka po duhet për çka ka seancat e seancës. Në çdo seancë grupi gjykues i nxjerr përfundimet për secilin dëshmitar, për secilin provë, për secilin dhe të përdoret afati deri në këtë mas. Pra vendimi është marrë, po thua ti. Jo, po them që është dashur të mirë, sepse provat kanë qenë të dukshme. Dëshmitarët kanë qenë si kristal të qartë kush ka legitimitet, kush ka besueshmëri si dëshmitar, sepse kjo është shumë e rëndësishme. A kemi parë gjitha ne? I kemi parë, po ata që i kemi parë, e që kanë qenë për publiku, e që është shumë e rëndësishme, është parë dallimi se çfarë dëshmitar ka pas mbrojtja dhe çfarë dëshmitar ka pas prokuroria. Dhe rrëfimi i ndërmarrjes së përbashkët kriminale ka qenë aq, si më thon, akuzë e pavërtetueshme me një argument të thjeshtë. Edhe mbrojtja ka thënë, edhe çdo kush që i ka dy palë mend thotë, a ka pas një proces tjetër në Hag? A janë gjykuar komandantë e zonave? Zoti Haradina, zoti Lima janë gjykuar ata njerëz. A janë shpallë pa fajshë? Po pikërisht për akuzën e njëjtë. Pra që kanë pas përgjegjësi ndaj krimeve potenciale. A janë gjyku, a janë shpallë pa fajshëm. E qysh nëse komandantë e zonave
që kanë qenë shumë afër ushtarëve dhe i kanë, si me thonë, menaxhu, kanë dalë pa fajshëm nga drejtësia ndërkombëtare. Qysh ka mundësi që i hallka më nalt e atij organizimi, edhe hallka politike, me thonë, edhe udhëhecse, me dalë fajtor. Kur ti s'ke mujt komandante parë me i gjetë fajtor, e ku mundesh ata? Dhe mbi këtë logjik, shumë e thjesht, si logjik, e rrëzon këtë rrëfim. Të mos flasim krahasime tjera që janë për shembull rasti Ante Gotovinës, i cili ka qenë generali një ushtrie të rregullt, se ushtria Kroatë ka qenë ushtrie e rregullt, për dallim nga UÇK-ja që ka qenë organizim vullnetar, dhe Ante Gotovinën si generali i ushtrisë së rregullt s'ke mujt me gjetë fajtor për këtë gjë. Qysh mundesh ti me gjetë? Dhe kur po natyrisht këto argumente e demolojnë. Është për shembull për gjykimet që i kanë marrë për të ri luftrat kreu i ushtrisë serbe, që janë 18 vjet komplet, dhe gjykimet të cilat u përfalën apo u treguan deri në 45 vjet për 25 vjet për secilin prej tyne, që vetëm njëri e ka më të madh se grupi i cili ka shkaktuar pothuajse milionat vdekje në Ballkan, në luftat e shkatërimit të Jugosllavisë. Pra, nëse që kjo është paralelja, është e drejtë zotëri Sopi. Të gjykohen më pak se agresorët, persona që kanë luftuar me mbrojt tokën e vet. Absolut e pa drejt, kur kiet parasysh se ushtria qytetare e Kosovës, e tha dhe kolegu që ka qenë ushtri vullnetare, në baza vullnetare, dhe krahasuar me ushtrit e rregullta, për shembull, ku Ante Gotovina thotë se gjykimi ndaj meje nuk ishte gjykim vetëm ndaj meje, por ndaj ushtrisë kroate, dhe e hedh një paralel edhe me Hashim Thaqin, thotë qofse gjykohet Hashim Thaqi, gjykohet ushtria qytetare e Kosovës, dhe nuk gjykohet vetëm ushtria qytetare e Kosovës, por gjykohet liria jonë. Për më tepër, ai ka lënë pozitën e presidentit të Republikës Kosovës, kështu që jo vetëm ushtria e lufta, por edhe historia e Kosovës. Gjykohet edhe shtetësia jonë, ku është shpallësi i pavarësisë së shtetit tonë, gjykohet e kaluara jonë dhe gjykohet edhe ardhmja e shtetit tonë, sepse Serbia atëherë do t'i drejtoj shigjetat në drejtim edhe të shtetësisë sonë, duke thënë se ja kush është. Dhe pikërisht të Sopi, sepse kur po flasim me terminologji politike, jo politike, pavarësisht mbase gjërave që s'kanë shkuar mirë gjatë këtij procesi shkumbin, kjo gjykatë do të marrë një vendim historik, edhe politik. Pra, ata gjyqtar do duhet ta kenë guximin që ta dënojnë pra një kast politike, një ish-president, që në kontekstin historik sot mund të mos gjykohet kështu, por pas 200 vjetësh, brezat e ri në Serbi, mbi këtë vendim dënues, se uroj të mos jetë i tillë, mund të vinë Kosovë dhe të kërkojnë diçka tjetër. Ai bie kështu që po liet hapur një situatë, një plan. Unë besoj shumë, po them nga ajo që kam përcjellë gjykimin, nuk ka bazë për ta dënuar asnjërin prej tyre. Nëse kjo gjykatë merr një vendim politik, që është politik, nuk është më drejtësi, ajo është situatë tjetër, po para se të dënojë një president, që këtë rast po potencialisht president si zoti Thaqi, unë besoj që është më e rëndësishme të përmendem atë që tha zoti Sopi, që është gjykim ndaj krejt orvatjes për liri, jo thjesht lirisë, por edhe orvatjes fillim, të cilën që prej Amerikës e shtetet të tjera demokratike kanë përkrahur dhe ka qenë e qartë pse Kosova ka qenë rrugtim i suksesshëm, për shkak se ka qenë edhe i pastër, në esencë. Dhe nëse dikush prej gjyqtarëve guxon me marrë një vendim të tillë politik, unë besoj që është dënim i krejt aktëre akterëve. Sepse nëse dënohet bashkësinë ndërkombëtare. Absolutisht. Jo vetëm bashkësinë ndërkombëtare. Ai Bill Clinton, ish presidentit Bill Clinton atë poshtë, të gjithëve. Wesley Clark, James Rubin, krejt këta, domethënë, në një formë janë të dënuar për shkak se ata kanë qenë në një proces të cilin kjo gjykatë po don me dënu. Po prapë, unë po them. Kjo është veç hipotetike dhe shpresoj që ajo gjykatë, e cila do të flasë në emër të popullit, në fund të fundit, ta thotë atë çfarë e lyp drejtësia, jo çfarë e lyp politika. Mirë po, çfarë më bën me shpresu që edhe këta e kanë kuptuar që është çështje e kryer dhe s'mund të dënojnë, është fakti që këta shpeshizojnë këtë metoda të tjera për me i dënu, kushtimisht. Qysh? Duke i mbojnë në paraburgim ka gjatë, duke, sepse e dim ne, zotë Haradinaj, gjatë procesit të Hagës, është liruar. Atëherë Kosova ka qenë ma pak e konsoliduar, ma pak garancë për ta mbrojtur, si me thonë,
Policia. Gjithçka ka qenë ma e pafavorshme për ta liruar zotin Haradinaj, krahasu me këtë situatë dhe këta i kanë dënuar në një farë forme. Vetë fakti që përdorin afatin deri në fund, vetë fakti që akuzat janë aq bizare sa si ti dëgjon duke që i kanë dënu. Akuzën kur e dëgjon, kjo tregon se këta janë duke i shfrytzuar, si më thon, periudhën e procesit për ta nxjerrë një farë, si më thon, vetë një knatësi ndaj atyre që e kanë sponsorizuar këtë gjë, sepse e dinë që epilogu s'mundet me gjë. Gjithçka për mi dënu, po nuk arritëm. Ata po dojnë sponsorizuesve të kësaj gjykate. Mja u shkaktu një knatësi, ose me justifiku gjithë që ato mjetet që e mbo, gjatë procesit, sepse për din që epilogu s'mundet me qeni tjilë. Dhe Zotri Sopi, ka të drejt, a është kjo një farë forme shfaqësimit të vetës ndaj një procesi cili mund të përfundoj në favor të katërshës së madhe, dhe një farë arsyetimi që qena bënëm gjithë shka këte, i faktuar ndër vite për shkeljet, dhe prap verdiktit të jetë pozitiv. Po, është e vërtet, por unë mendoj se këta shokë tonë që janë atje, këta e njerëz sakrificës. Ata kanë qenë në gjendje për lirinë e Kosovës të japin edhe jetën. Prandaj edhe kjo sakrificë 6 vjeçare, ata janë të bindur në pafajësinë e tyre, mirë po janë të gatshëm që edhe këtë sakrificë ta kalojnë, po qëllimi i krejt kësaj është se nuk guxon të jepet asë një ditë dënim për krerë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, sepse të gjitha do të binë, do të thëtë ato që i folën më parë, do të akuzohet. Edhe bashkësia ndërkombëtare që na përkrahu, me të cilët ne kemi qenë marrëdhënie të drejtë për drejta, do të akuzohet edhe NATO-ja. Po çka nëse dënohet Zoti Sopi? Kam pas një intervistë me Ali Ahmetin, i cili ka pas thënë se në rast të dënimit i shreve të UÇK-s mund të ketë razira në Ballkan. Po t'ju thëmë të drejtë, nuk mund t'i parashos senet, nuk mund t'i parashos në gjaret dhe gjarat si do të shkojnë, mirë po normal që populli shqiptar nuk do t'jetë i qetë. A mund këtë razira në Ballkan? Ne nuk do t'a pranojmë ashlet këtë padrejtësi historike që do të në bëhet, sepse aty është gjithë historia jonë, aty është lufta jonë, aty është shtetësia jonë. Prandaj nuk guxojmë në të heqim dorë ashlet nga këto gjëra. Elina, a mund këtë një situatë tillë? Po, besoj unë që populli nuk ka me pajtume më të dëfërmu e vërteta jote, e vërteta për çlirim e popullit tënd. Lufta çlirimtare e Kosovës e udhëhequr prej ish presidentit si drejtues politik nuk ka me flajtë e populli. Ky vendim nëse në skenarin më të errët nuk ka me fjetë, sepse të gjithë e dim që ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë luftë për çlirim, s'ka qenë ndërmarrje e përbashkët kriminale, që në një farë subgrupi pas ka pas qëllim pushtetin dhe jo çlirimin, kontrollin që thuhet ashtu. Dhe tani të kemi ne, pra po e rrith e kësaj, të kemi ne një akt akuzë ku thuhet ndërmarrje përbashkët kriminale, krime kundër njerëzimit dhe të përfundojmë me dëshmi ku ka ponë se hire, kur Mzoti, Iriqi, çokolada, çoja, çka suni aty ti e kupton që s'ka pas dëshmitar, s'ka pas fakte për mu kriju kjo gjykatë speciale. Por ne e ngritet edhe një aspekt që edhe unë e kam thënë në ndërgjegje që ne nuk kemi vedije politike. Ne, si që ka thonë Baca Adem, na politikisht jem papjekur si shoqëri. Edhe vonë tani na bjen men se qysh pas ka dasht me reagu shteti, pikë se pari, po edhe ne si shoqëri. Edhe vllaqitun qështu. Prap tani rifillojmë ne çlirimin ton, se e kuptojmë më vonë, post factum i kuptojmë gjanat. Unë uraj, vërtet uraj 16 shtatorit të jetë vendimi që këta janë të burgosur politik, unë e tash kështu isha, dhe uraj të jetë një vendim që na hje këtë angst, këtë tension, këtë terror, sepse ata po janë njerëz të sakrificës, natyrisht, por me gjithat i shumë dashur të jem shumë fishma të kujdesshëm ndaj tyre, se si s'kanë qenë ata ndaj atë dheut vetë. Dhe për mu është shqetësuese kjo se çfarë po na ndodh neve. Megjithatë, a ka, kur po flet për neglizhencën, kur po flet për mbase vetdijen tonë kolektive, shoqërore, memorien politike, a ka një situatë tillë
tash për tash që mund na ikë e mund ta gjykojmë më vonë. Pra, çka duhet bërë në këtë moment? Çka duhet bërë në rast dënimet apo çfarë do qoftë? Shteti ish dashur edhe nëse nuk është angazhuar më herët shteti, për që ata ke shtet, nuk është sikur me kon stateless. Ne kemi shtet për pikrisht edhe për këto gjëra dhe shteti ish dashur të organizohet me lobime, të flas me çdo deputet të Parlamentit Evropian. Shihni se çfarë po ndodh, për çka i kem në ato ambasada, për çka i kem, ish dashur të lobojmë të amerikanet. Daniel Server thët unë jam pënduar që kam folur pro kësaj gjykate. Kjo u shëndru tash një teatër. Na e kemi peng të gjithë vërtetën tonë në bankën e të akuzuarve. A disa randësht me po Kadri Veselin, Hashim Thaqin, Jakob Krasniqin, Recep Selimin në bankën e akuzuarve. Për çka? Se luftuan për liri dhe kush bëri diçka për ta? Janë kujdesu dhe fondet me i kufizu. Janë kujdes dhe si rezultat e mërsoni shkoj, kiho shkoj, ku jemi në tash? Ku? Jemi të i folë kush ka mu bo president. Ushte pa pranushme se si sillemi nisi shtet dhe si shoqëri. S'kemi vedije politike, që ka që jehona, sepse është shumë e tensionume është ky vendim që është marrë, që po shtyhet. Vetëm sa me na testu neve, si po reagon shoqëria, çka po bëjnë, po na matin pulsin. Po, e qartë, zotri Kajtazi ishte duke thënë diçka nëse nuk gaboj, përndryshe nëse nuk keni vështu, po ta bëj edhe një pyetje. Bëma pyetjen tani kam edhe çka kam thonë. Interesant me ditë sepse këto dy tema po lidhen edhe realisht në bllokun paraprak kjo tema e çështjes së datës u lidh edhe me të ardhmen tonë të vendit, politike pra. Mendojnë që 4 shembull sot ka impakt politik në zgjidhjet që pritet të ndodhin. Shumë mirë, përmendes çka ty deshta më dal. Pra, e përmendi edhe Elena në element që është një prej pjesëve të akuzës që është demek që lufta ka nisë për pushtet. Për me rënua të çështjen morale. Po, kjo është çast letë e rrëzueshme. Është çast letë bjen, edhe në është si kalaf stiropori. Sepse nuk ka një rast në botë tjetër ku lufta... lufta me Serbinë. Jo, lufta është fituar, dhe më thonë që vendi është liruar me luftë guerile, edhe fitojnë pacifistat zgjedhjet e para. Nuk ka vend botë. S'ka, kërkon botë nuk ka. Dhe më thonë, gjithë kënë tjetër, ata që e kanë... Absolutisht. Dhe më thonë, kush pas ka luftu për pushtet? Njerë që e kanë luftu, dhe më thonë, njerë që kanë luftu, kanë ka parë me luftu në mirë guerile ndaj. Madje në atë Hashim Thaqi në opozit, shkonte në bisedimet rëndësishme e në treza ndërkombëtare. Disa muaj pas është liru Kosova bërët zgjedhje vetëm pacifista. Absolutisht. Apo kupton, dhe kjo e rënën ato çfarë ata. Me vite shkumben kanë qenë PDK-ja në krye me Hashim Thaqin në bisedimet e mjene se ku të qofta. Edhe kanë pranuar rezultatet. Po që kanë pranuar po flas. Dhe pse është e rëndësishme që kjo analogji që deshta më thonë. Është se nëse këtu po flitet edhe po dyshohet që lufta çlirimtare ka pas karaktere për me mri pushtet. Këta njerëz, pse nuk mendojnë këta njerëz dhe me thonë mos të marrin vendimin shtash, se është një proces po zgjedhet presidenti, ka proces zgjedhjesh dhe mos ndikojmë politikisht. Cili argument neve na çon që me thonë jo ata s'mendojnë ashtu valla. Kur ata dyshojnë që lufta çlirimtare këta njerëz e kanë bërë për pushtet. Qysh nuk menojnë që të fazë me thonë njës pilirojmë dhe të kryet që kjo proces. Pra ti po thua që është shtyrë 2 herë për shkak të proceseve zgjedhore që ishin këto? Absolutisht. Nuk është një argument, nuk ka. Ti është ka thonë voluminoze, po është zotin, nuk ka proces gjyqësor që së është voluminoz. Sakt. Absolutisht. Lere ma kur ke 4 njerës në këtë proces. Absolutisht, është naturisht që është voluminoz. Dhe po, elementi politik, unë e thash... Pa ndikon në cilën e partive këto që janë, për shembull subjektet PDK-s? Po nuk përreagojnë këta njerëz. Kjo gjykat, jo veç partijë, se unë se kësha... Mirë, e trajtojmë të... Jo, shumë e rëndësishme veç një fjalinë se kësha bo me ta, nuk është politik. Është legjitime kjo që... Jo gjykat speciale, është dashtë mu shbo në momentin që ka rënë çështja e shtëpisë së verë dhe trafikimit të organeve. Qatë moment, kur nuk u rëzu kjo gjykat, nuk u vendin e Kosovës, ka dështu kjo kastë politike, dhe ky popull, mbi të gjitha, sepse, po të mos përmende kjo akuzë,
kërkush në Evropë nuk e kish votu këtë gjë. Absolutisht. Kush? Kërkush heq. Ka që nisim i Dick Martin në Këshillin e Evropës dhe... Qish me vazhdu një proces kur ti element lajt motivin e nisës e kësoj, por rënohet fillim procesit. Kaq, për fat të keq. Jo, që atëherë duhet me pas protesta. E vërtet është. Që atëherë madje nashta u duhet me pas dhe trazira që po përmenen tash. Që atëherë nuk u duhet më pranu. Se në gjitha kjo gjikote Kosovës mërë është, në gjdo vendim që merret në 16 ka më shku në emër të popullit. Po në emër të cilët popull. Ama qysh gjikate Kosovës nuk po në bëhet referendum, soj besohet, soj gjikate nga që popull, nëse del mi 2% letë marrin çfarë dush vendimi. S'kemi të drejtë për të bërë referendum, kështu që mbesim në këtë situatë që jemi. Elin, fare në fund jemi shumë keq me kohën, kështu që natyrisht mund ta bësh një koment për mbyllës. Për publikun, procesi i Nürnbergut si shkaktar për luftën e dytë botënore, për zhdukjen e 6 milion jahudive ka marrë 9 muaj. Po, dhe natyrisht, po. 9 muaj. Kurse për neve, për Shkokla edhe kush e ka vjedh mzotin e agimit, 6 vjet proces. Imagjinon e ta çfarë absurditeti ne jemi duke e përjetu. Ka që pata Johona. Faleminderit shumë Elina Uka për krejt mbulimin që i ke bërë në fakt ti procesi, për krejt gatishmërinë tënde që t'jesh me ne në program sa herë që kemi pas nevojë për mendimin tënd. Kënaqësi. Faleminderit për hapësirën. Sopi, një mesazh, një base dhe mund t'u drejtojmë dhe atyre se e shohin Klan Kosovën. Jo thëmë të drejten, këtë trup gjykues është duke vendosur, sikur mos këtë qenë në proces që 6 vite, por krejt procedurën dhe mund duhet me studiu këta mrena shtyne 3 mujve nërë dhe 3 mujve nërë. Dhe mund sikur mos të këshin qenë fare prezent në të gjdo seancë dhe gjdo dëshmitar duke dëgjuar, ata sikur kanë flajt në qatë periud dhe tek tash ju ka dalë gjuhë. Po dhe kanë flajt, vërëzam. Po ka pas rastës që zhjuhë të flajt. Po, edhe 2-3 mi faqe sa i kanë aty me këshyr tash, dhe mund gjatë procesit gjyqësor, ata si mas tyre, pas kanë fjetur në gjykat dhe Urojmë të ndodha e që tha zëtër Kajtazi. A mund të kemë vetëm një koment fare në fund, se natyrisht pash një deklaratë i shëtuesës së Tribunalit Hagës, zonjës Trump, e cila tha se mund të ketë një farë kompromisi, disa dënohen, disa të lirohen. Qofë se ka kompromis, atëherë nuk është gjykata ja. Gjykata vendosë në bazë të fakte. Unë nuk jam jurist, mirë po mendoj që ashtu. Se nuk duhet të ketë kompromis gjykata. A mund duhet kesh kompromis e fare në fund më ranë me ndjes? A mund ma komentosh deklaratën e Ivanka Trump? Unë menoj që mundet me ka një kompromis, po jo i tillë. Menoj që ajo kompromisi është në kuptimin që me jarsëtu u gjithë që të proces 6 veçar. Pikërisht që të dashta në dalë para prave. Qysh ka me u bo kjo gjë, ka me u bo me procesin e dytë që ka njësë ndaj të thaqi. Kam dyshime që aty mund të shpallet fajtor. Për ta, si me thonë... Po mirë, edhe ato që rëndon realisht në mrena qësoja këta kuzës, nuk bje që e ka kaluat periud në paraburgem, do me thonë... Nuk bën kriminal luftë. Po, dhe kanë dalim gjyqët. Për shkak se e din që këtë proces 6 vjetë, atë s'ke mujt me dënu asë një për të akuzuarve. Dhe kjo është dështim për kretat trup, jo veç atë trup gjyku, se kompletat gjykat. Dhe nisja është i procesi që është gati banal, do më thonë, kur po kryet, do më thonë, procesi kryesor, të penis një proces dhe me për pengem qësoj drejtësie që po kryet procesi. Që da të ka pasu skandali, se Gardiani është bërë prokurore, shumë që Po fiks, po vetë që kja, po mjap me kuptu që është një fajnë loj kompromisi, me thonë, që kanë me dënu në qatë gjykimin tjetër. Me gjithat të parashikemi zonje, se s'mund të di më shumë se sa që mund parashikimi janë këtu tona, se mirë, por ne s'kemi qenë pjesë e gjykatave ndërkombëtare, zonja Trump ka qenë dhe për qartësirë e shikuesve, po fleti kur që është në këtë gjykatë. Kjo të regon që gjykatat, natyrisht i kam parasysh edhe aspektin politik, edhe aspektin moral, edhe qështën se qysh pranohet një vendim i tillë në emën të popullit të cilit flet. Dhe duke i pasur qëto argumente, që këtë trup gjykues, këta njerëz e kanë rastin që me 16 shtator, t'i shpëllojnë disa, muj me thonë mëkate, ose disa gjynohë që ja kanë bëgë të në njerëzve duke i mbojt 6 vjetë. Për shembull se Zoti Thoqe Veseli edhe Recep Selimi janë më të rinj relativisht. Po Jakub Krasniqit nuk mund bësh mja kompenzu 6 vjetë të pleqnisë. Po, dhe ato 6 vite nuk mund të imbanin në emën të popullit Kosovës, se nuk ka ligj si pas popullit dhe shtetit Kosovës që ti rënë 6 vjetë në paraburgim. Në aspektin moral, nuk ka naj mënyrë që shja kompenzon të 6 vjetë Jakub Krasniqit
të marra në pleqninë e vonë. Sidomos të e marrë parasysh se edhe një kohë periudhë tjetër të luftës, tjetës ti para luftës se ka kalu në bërg, a me të vërtetë... Po shumë besoj që do kanë më po vetëm si hje, ka më thonë, pa 16 shtatorit, për shkak se jam i bindur, jo pse kom qef, ashtu, sepse se kom qef, unë kësha thonë para se me një gjykimi, po kur e kom pa gjykimin, jam i bindur që nuk mundështë ti me gjithë një provë, mëre me i dënua një vjetë. Le të shpresojmë se të marrë sa më Faleminderit Sopi, faleminderit shumë Kajtazi që ishte sot këto. Ne urojmë natyrisht që proces të përmbyllet mirë dhe Kosova mbi gjitha dalë fitimtare në këtë. Ne do të shkputemi me publicitet, kthehemi vetëm pas pak për të folur